Shoqata Patriotike Çamëria zgjodhi pas ditën e së premtes kryetarin e ri të Degës për qytetin e Durrësit, pas një periudhe pauze dhe mos funksionimit të rregullt të degëve në rrethe. Kryesia e kësaj shoqate ka ndërmarrë nismën për organizimin e aktiviteteve në kuadër të javës Çame gjatë muajit qershor, procesin antarësimeve dhe zgjedhjen e kryetarëve të degëve të shoqatës në të gjithë vendit, si dhe kryetarit të shoqatës. Ndasitë që kanë shoqëruar antarësinë dhe drejtuesit e saj ndër vite reflektoheshin dhe në fjalën e të pranishmëve në takim. Aktiviteti sotëm është një lëvizje që ka filluar për ngritjen e shoqatës Çamëria, pasi ka një dekadë edhe më shumë që nuk funksionon asgjë. Ka qenë disa njerëz pa përgjegjshëm që e kanë lënë në agoni, se i kanë interesuar vetë si duket, ose kanë qenë të shtyrë tash. Kam një grupë të duhur që kam detyrim për riksin, kam detyrim për riksin. Detyrim mund kesh për punë private që mund bësh, o për Çamin është detyrimi kryesor. Mund kesh çfarë të dush, por Çamëria është mbi gjitha. E sot kemi as zyra, as kryesi, as gjë. Një vit, 27 qershor dele flet ai, po se ku jemi ne. Pyetës që nuk ishe raka qielli, ne s'do shim bërbu kaq shumë. E kam shpëtimin dizin, ta keni parasysh. Ma këti që ka bojë sa përti më të mos që shame. Ndërkohë, dy kandidatët në garë, Erion Çano dhe Arenco Beqiri, theksuan gjatë fjalës së tyre se përkushtimi i tyre në drejtim të kauzës Çame do të jetë maksimal. Është nder për mua që të përfaqësoj komunitetin Çam për shoqatën patriotike Dega Durrës. Kam një falënderim të veçantë për themeluesit e kësaj shoqate, dhe do merremi shumë me historikun, me fotot në ditët mbyim për shoqatën e Degës Durrës, dhe jam falënderues vetëm për faktin sepse më kanë përkrahur të gjithë. Jam shumë nderuar që më jepet mundësia që të ndërkoj në qytetin Çame, diçka që na ka lënë amanet para ta. Prioriteti im në të shoqatë do jetë që shoqata të jetë porta hapur për gjithë të rinë Çam në qytetin tonë Durrësit. Në procesin e votimit morën pjesë 160 antar. Pas numërimit të votave, Erion Çano u shpall kryetari i ri i shoqatës Çamëria Dega Durrës me 107 vota pro, 52 kundër dhe 1 të pavlefshme.